Mirë se erdhët në aktin final të edicionit më të bukur, më dramatik dhe më fantastik basketbolistik në këto 20 vitet e fundit. Jemi direkt nga palestra 13 qershori në Theran, ku Golden Eagle Ylli po i bën konak Rahovecit në këtë përballje jetike ku me ju jam unë Agon Fehmiu. Ja dhe Bamford Thomas, Çallaku, Sabeckis dhe Smith do t'jetë pesja startuese e Golden Eagle Yllit. E në anën tjetër, Rahoveci do të startoj me Puljanin, me Kormikun, Rugovën, Arezhën dhe Adonis Tomasin, pesja startuese e zakonshme e trajnerit Samargjiev. Dhe ndeshja vendimtare për Rahovecin për të mbetë në ligë dhe në anën tjetër për Golden Eagle Yllin për pozitën e 4 fillon me sulmin e parë të Golden Eagle Yllit, Sabeckis. Dy Tomasat, njoni kundër tjetrit. Tentim për 3 pik. E vin treshja e parë. Kësaj radhe me uso, bukur depërton atje. Tomasi vetmuar dhe bombardon. Këtë topi sigurt është atje Arjan Çallaku. Scott Bamford, lëvizje bukur mashtruese e tij dhe vjen me treshe të tij të parë dhe treshën e dytë të Golden Eagle Yllit, ashtu si nga Endrit Elshani. Thomas vjen atje, çfarë blokade, situat 4-2, Scott Bamford për Tyreek Smithin, i cili nga nën koshi atje realizon, vetëm përkohësisht e humb përsëri situat 3-2. Sabeckis nga ana e kundërt e tabelës në asistim të Scott Bamfordit për lufton Tomasi me Sabeckisin, ish lojtarin e Zhallgerisit. Bardrexha i vetmuar tenton dhe treshën e realizon e para. Rotje zonale, Morina Uso, bukur është Tyreek Smithin, i cili e shmonton koshin atje në asistim të Gzim Morinës. 3 pik të Rahovecit deri tash, 3-0 në çerekun e dytë, tentim për treshe dhe realizon atje Kentrell Puljan. E afron rezultatin në 19-14, një mini seri prej Cimik në kundërsulm nga koshi në kosh Kentrell Puljan. Në anën tjetër Liz Shoshi me një ngulit. Bamford e sheh korridorin dhe mbi me Claudin Spek atje me pressing në lojtarin fundor playmakerin. Visare Jupi atje në lojnim edhe 3-33 deri në fund të pjesës së parë. Rugova tenton, nuk realizon, por Granbury edhe njëherë lufton nën kosh dhe kalon atje për mrekulli dhe mbi Liz Shoshin realizon. Puljan, bukur e sheh Adonis Tomasin, i cili lanson mbi Dustin Tomasin. Tomasi kundër Tomasit, Adonis Thomas. Bamfordi tenton, nuk realizon, por Tyreek Smith me kërcim në sulm. Sidoqoftë deri atëherë ti përcelim këto. Opala! Taferve 39-32, Sabeckis për Arjan Çallakun, i cili tenton dhe në treshe përgjigjet me treshe. Ish lojtari Zhallgerisit, lufton atje Smith me Bardrexhën. Kosh faul për Tyreek Smithin. Gova me i larti në kërcim Puljan për Tomasin, i cili tenton për 3 pik dhe realizon treshën e tij. Fiton është Puljan ai i cili e merr kërcimin. Rugova për mrekullin në asistim të Puljanit e afro rezultatin në treshe të cilin e pat realizuar Puljani. E vjedh këtë top kundër sulmi shpejt, situata 3-1. Bardrexha me Kormik, edhe njëherë kosh faul, Sabeckis për sëri. 13-5 në këte qerek, tenton Brion Pass të përgjigjet me treshe dhe e bën këte Brion Pass. 44, Kentrell Puljan me Scott Bamfordin, depërton për mrekulli, e huq, por s'ka problem sepse fisi është në vend. Definitivisht ma dramatik. E vjen këte top ardhë Arezha, kapiteni me Kormik. Nuk ja pason atje Puljani, vendos me shku të shtarët u rikthyen në mënyrë të stuhishme në pjesën e dytë. Puljan me 3 pik. Adonis Thomas i bën blok, Gzim Morina është në lojë me Kormik. Mbi Gzim Morina edhe një treshe.
më e thella deri tash. Bamforti për Gzim Orinën, i cili tenton të përgjigjet dhe përgjigjet në treshe me treshe për 50 Rugova atje, luft, çfarë rollingu i bukur i me Kormikut me akrobacion. Shënon për 50 me 56. Edhe njëherë ky rolling fenomenal, ky akrobacion në ajër. Edhe shënimi me Kormikut. Super i bukur. Është lideri i skuadrës. Sa bukur, 10 pikë të tij dhe në një mori të ligave më elitare evropiane ka luajtur Scott Bamforti. Indes turbina fantastik. Josh Gray depërton dhe realizon. Samargjiev nevri kosët atje me këtë shënim. 59 me 62. Kentrell Pullian të rishet mbrapa dhe realizon treshën. 59 me Bamforti. Lufton me Pullianin, Gzimin betët i vetmuar dhe Gzim Orina kapiteni kur skuadrës i duhet. E lancon dhe bombën e qëllon. 62 me 65. Në treshe përgjigjet me treshe. Për sëri Pullian. Dhe kjo me njëherë rezultat. Bardregja, lëvizje mashtruese e ti tenton për 3 pikë. Bardregja, kapiteni kësaj radhe i në këtë duel sonte. Sabeckis tenton dhe treshën e realizon në treshe përgjigjet me tre. Bardregja i vetmuar atje në brendi për mrekulli e sheh Kentrell Pulliani. Fenomenale e merr Kormikut, megjithatë sulmi i vazhdon dhe Gzim Orina treshën e realizon. Kemi hyrë në 2 minutat e fundit. Pullian me Tariq Smithin depërton deri në çfarë blokade monstruoze. Në anën tjetër, Josh Gray realizon dhe rezultatin e barazon 72 me 72. I vetmuar e kthen topin te Gray. Sabeckis i vetmuar mbetet në kënd, tenton dhe treshën e realizon. Samargjiev time-out kërkon. Çfarë rikthimi! Pullian me Gzim Orinën lufton. Kentrell Pullian për Bardregjën me Kormik, me rolling. Depërton, Bardregja realizon dhe rezultatin e barazon. 75 me 75. Dram e vërtet. Në sekondat e fundit të pjesës së rregullt të kampionatit të Kosovës. Scott Bamford kërkon atje për Gzimin. Tentimi Gzimit për 3 pikë. Dhe ndeshja do të shkon në vazhdime. Qfar drame në 13 qershori. Bamford, Tariq Smith, Bamford me treshe prej qfar situate realizon për 3 pikë. Atje Tariq Smith, dalja e Fisnik Rugovës, handicap për Rahovecin. Arjan Qallaku tenton dhe treshën e realizon. 2 treshe, edhe 8 sekonda deri në fund të këtij sulmi me Kormik, depërton deri në fund. Granbury realizon. Rezultat 83 me 79 me Kormik. Arjan Qallaku mbrojtje me Kormik nga një pozitë e vështirë dhe me Kormik realizon. Sekondat e fundit për mbijetesën e Rahovecit. Me Kormik depërton. Shënimi kërkon Endrit Elshani që të rishikohet. Pikët pranohen pasi Tariq Smith e kishte prekur tabelën. 83 me 89. Samargjiev e mban Rahovecin në Super League. Sigal Prishtina shkon në play-off, ndërsa Kuqezin të Gjakovës vllaznimi përshëndetet nga elita basketbollit kosovar. Ja lotët e Gzimit të Endrit Krasnishit, kryetarit të Rahovecit, çfarë drame.